Ndërtimi që filloi tash 9 muaj u rënua në pak minuta. Këto 3 shtëpi në Hajvalit të Prishtinës u rrafshuan me tokën me urdhër të komunës, pasi që nuk patën leje për ndërtim. Ndonë se punimet kishin nisur nga korriku i vitit të kaluar, patën marrë paralajmërim nga drejtoria e inspeksionit se do të ndërprehen. Ky ndërtim pa leje ka qenë identifikuar disa muaj më parë dhe inspeksioni i ka marrë të gjitha veprimet që janë procedurale, sipas procedurës administrative që ne udhëheqim. Do të thotë shtëpitë kanë qenë në një fazë shumë fillestare të ndërtimit kur ne kemi bërë identifikimin e tyre dhe i kemi lënë një ftesë fillimisht pronarit për të ardhur në inspeksion dhe për të prezantuar dokumentacionin. Sipas Brestovcit, vendimi për ndërprerje të punimeve nuk u respektua, andaj erdhi deri tek shembja. Por pronari i shtëpive tashmë të rënuara thotë se nuk pranojnë ndonjë njoftim se do të ndodhë një gjë e tillë. Unë kam aplikuar për legalizim, por nuk është pranuar nga institucionet dhe më pas i kanë rënuar këto punime. Ndërtimi ka filluar në korrik, por nuk kanë pasur paralajmërim se do të rënohen krejtësisht. Deri në këtë fazë, këto punime kanë kushtuar rreth 250.000 euro. Për këtë aksion, njoftoi edhe vetë Përparim Rama, i cili paralajmëroi se kjo i pret të gjitha konstruksionet e paligjshme, shumica e të cilave tashmë janë në fazën e urdhëresave për rënim.